Kokën e kam daulle se të lagja ime zhurmat nuk pushojnë as një sekond, as Pinteresti nuk arriti dot më frymëzonte. Pse jo, mos të provoj një challenge, si për shembull, të kombinohemi me rrobat e burrit. Jo për gjë, po në për shtëpi zakonisht ja kështu si sot, unë rri me rrobat e burrit, sepse ju gatuaj në gjë, në punë, në njoll, në aqe, pse të prish rrobat e mia unë, kur mund të prish të burrit. Do e filloj me një hoodie që është edhe një herë sa unë. Patjetër që edhe te pantallonat mund të futem 2 herë, masa edhe 3 herë. Kjo video që ka që pa zakont, sepse vendosa ta sjell si një shembull ku t'ju tregoj se ndonjëherë na duket sikur Zoti na sprovon me probleme shumë të mëdha. Shumë të mëdha, si për shembull këto rrobat, që unë them këto nuk janë masa ime, nuk mund të më bëjnë. Por ja që më bëjnë, edhe madje mund të duken edhe lezetshëm. Prandaj nëse ke një problem që ti mendon se është shumë i madh, nuk do të sprovohesh me to, nëse ti nuk do të mund t'i përballoje. Forca gjendet brenda teje, ndaj jam e sigurt që mund t'ja dalësh. Kjo ishte edhe video për sot.